para 3 ditësh në Berat. Po, u shkoj çfarë bëhet tani? Shive. Aty tani në Berat janë 2 porta. Shive si hyn makinat. Aty ke pleq, turista, shqiptar, si hyn makinat. Është pjesë e banore. Hyn mes për mes makina. Shko, e para njerë kalaja do një rregullore administrimi. Pra ne të gjitha resurset tona turistike nuk i menaxhojmë. I kemi lënë rumpau. I kena menaxhu. Nuk i menaxhojmë. I bëm dhe kafe ne. Jo më bëm dhe kafe ne. Le kafe ne. Them administrimin. Pra, ti del çdo ministër X i turizmit dhe thotë kanë ardhur 200.000 vet në Berat. Shko çfarë administrimi bëhet ai? Çfarë tmerri është? Makina brenda. Jo, pa ke një, pa ty ke kuaj, makina, karroca, kamion, akullore, çfarë duash ti. Dhe unë isha me një grup turistik të cilët e urdhë. Shive akullore atë. Si si futën atje. O sa mirë. Po çoj akulloret freskët edhe ajo. Po pardia pra ishte, pardia isha unë atë.